Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vion fushata për raundin e dytë për zgjedhjet lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Koalicioni Vlen përmes një komunikate theksoi se fitoria në Çajir, Saraj, Haraçin, Zhelin, Tarc dhe Epërsia në Tetov, Bogovin, Dibër, Struk, Bërvenic e Dollnen zhveshën përfundimisht patriotizmin e rem të treshes Ahmeti Taravare Sela. Pas çdo disfate vjen shpërthimi i nervozës dhe këtë e pam tek Ali Ahmeti, i rrëzuar nga Froni, ai doli të thyej shqiptarët. Ky është Ali Ahmeti i vërtet pa filtrin e propagandës dhe teleprompterin e grupit, apelojnë nga koalicioni Vlen. Vendosen tabela në Shqip në pikën kufitare të Blllatës, pas tabelave dygjueshë në Bellanovs, Qafthan dhe Bllac, edhe pika kufitare e Bllatës ka marrë pamjen e saj të plot me tabelën në gjuhën shqipe. Pas shumë vitesh neglizhencë, po e kthejmë në vend atë që është detyrim ligjor dhe moral, praninë e Shqipes në hapësirat publike, apelon zëvendës drejtori i doganave të Maqedonisë së Veriut, Mustafa Dauti. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Vetëvendosja akuzon opozitën për bllokimin e krijimit të qeverisë së re dhe për shkuarin në zgjedhje të parakohshme. Ministri i Detyrës Financave Kuran Murati tha se opozita mbi interesin shtetëror vendosi inatet personale. Partitë opozitare vendosin të barrikadohen dhe më të vlefshme e konsiderojnë që të votojnë kundër fituesit të zgjedhjeve dhe të pamundsojnë që fituesi i zgjedhjeve të qeverisë me vendin sesa të vendosin interesin shtetëror përpara. Pra, interesi shtetëror në këtë rast mori pozitën e dytë, ndërkaq primare për opozitën ishin inatet politike. Sipas përfaqësuesit të vetvendosjes, shkak për dështimin e negociatave ka qenë vendimi i forcës më të madhe në pushtet për të mos ndërtuar një koalicion me listën serbe. Bashkëpunimi që kemi ofruar ne është refuzuar. Ndoshta në të kaluarën ka qenë më e lehtë që gjendet bashkëpunim përmes terminaleve doganore, përmes pozitave në ambasadat të caktuara dhe përmes edhe rishfeteve apo korrupsioneve të tilla të ngjashme. Mirë po, ne çfarë kemi ofruar fillimisht që fillimisht të ndahet pra formimi i kuvendit që është obligimi të gjithë deputetëve prej formimit të qeverisë që është proces që duhet bëhet nga një koalicion qeverisës. Kjo është e para. E dyta është kemi ofruar qeverisje pa listën serbe në të. Pra një qeveri që nuk e pret listën serbe me orë të tëra derisa të vjen prej Beogradit me instruksionet që ka marrë nga atje se si ta sabotoj Republikën e Kosovës. Kemi ofruar marrëveshje që nuk parasheh që në 3-4 muajt e parë të formohet asociacioni komunave me shumicë të popullatës serbe. Ishte e Kuran Murati. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Time Kadriaj pas dështimit krijimit të qeverisë Kurti 3 nënvizoi se fjalimi i kryeministrit detyrë tregoi se Albin Kurti ka pranuar si marrëveshjen e asociacionit, ashtu edhe aneksin e marrëveshjes. Kadriaj bëri një bilans të qeverisë teksa i kujtoi vetvendosjes se ky mandati ka kushtuar vendit sanksione dhe aleatët e saj ndërkombëtar. Sepse ka kundërshtuar më në fund e pranoi që e ka pranuar marrëveshjen e asociacionit bile edhe aneksin e marrëveshjes. Çdo është kjo të bëhet publike në mënyrë që ata militantët e lëvizjes vetvendosje ta kuptojnë qartë se më në fund e pranoi. Ne kemi thonë që e ka pranuar sepse kemi informacione, po asnjëherë nuk e ka pranuar si ditën e sotme. Tash është një etapë e re, s'ka më qeveri Kurti 3, vendi ose do të ketë një qeveri nga ish partitë opozitare ose do të shkojnë në zgjedhje, po me rëndësi që kjo sog dhe ky izolim e vendit më nuk do vazhdoj. Ishte Time Kadriaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku vlerëson se me rrëzimin e qeverisë Kurti ra dhe perdje e populizmit. Ra perdja, e patë dhe vetë si ra perdja. Albin Kurti nuk ka arritur që të marrë votat e mjaftueshme për të formuar qeverinë e re. Në votimin e seancës së ditës së diel, qeveria Kurti 3 mori 56 vota pro, 52 kundër dhe 4 abstenime. Kryetari i Kuvendit Dimal Basha tha se përgjegjësia kalon tek presidenti, e cila pas konsultimeve me subjektet politike dhe brenda një afati prej 10 ditësh ka mundësi të emërojë kandidatin tjetër për kryeministër sipas të njëjtës procedurë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.